A mendoni se një pikë takimi mes protestës, faktorin ndërkombëtar, por edhe spakut mund të çojë tek çmontimi i Parisë së Tiranës? Po, shikoni, siç e thatë dhe ju në fillim, unë jam pedagog i shkencave politike dhe me këtë punë jam marrë prej shumë vitesh, dhe ndryshe nga shumë të tjerë, në studimet e mia jam marrë edhe me shtetin shqiptar dhe me shqiptarët, ashtu si edhe disa kolegë të tjerë. Pra, kjo është një pjesë e asaj që unë kam hulumtuar dhe studiuar për shumë kohësh, gjë që mund ta shihni edhe tek libri i Paria rrethit ferrit. Kështu që për mua kjo është pjesë e të qenit një profesionist i mirë, por mbi të gjitha edhe të qenit një shqiptar i mirë. Pra, detyra ime, siç e shohun veten, si njeri që ka informacion dhe që di ta sintetizoj këtë informacion, është që të informoj shqiptarët prej nga këtu ku ndodhem, ose prej kudo tjetër që unë ndodhem, se unë vinë në Shqipëri vazhdimisht, që të informoj shqiptarët mbi atë çfarë po ndodh, mbi të vërtetën që shkon përtej asaj që thon mediat, dhe për t'i kërkuar njerëzve që të bëjnë gjën e duhur jo për mua, por për veten e tyre. Pra ky është thelbi dhe ky është kyçi. Unë mendoj që sot jemi përpara një pike kyçe në historinë e tranzicionit, të i zgjatur shqiptar. Unë mendoj që sot është e qartë, njerëzit mund mos dinë të artikulojnë, po e kanë ndjesinë e thellë se kush është përfaqësues i të keqes dhe kush është përfaqësues i të mirës. Pra, të gjithë shqiptarët, me përjashtime shumë të vogla, patronazhistëve dhe atyre që ja kanë shitur shpirtin djallit, e kuptojnë që Paria e Tiranës, me Edi Ramën krye, po me gjithë të tjerët mbrapa, si shpur e bindur e tij që janë, edhe këta me demek opozitës, të gjithë janë përfaqësues të keqes, të ligës dhe të errësirës. Ndërkohë që shqiptarët, kudo që i hedh, kudo që kanë dalë, si gjysma e kombit shqiptar janë diasporë, kudo që i hedh, në për vendet ndryshme ku lejohen që të bëjnë atë që duhet, ku lejohen të edukohen dhe të tjerë, shqiptarët ecin përpara. Shqiptarët bëjnë më të mirën, shqiptarët bëhen pjesë e zgjidhjeve, shqiptarët kanë ndërtuar historikisht shtete në të gjithë botën. Pra, problemi nuk janë shqiptarët, problemi është Paria e Tiranës dhe mënyra se si ajo e trajton pushtetin dhe si ajo e ka drejtuar këtë vend, thjesht për të gjetur mundësinë që këta që dolën nga ai regjimi i vjetër dhe që e pan veten që s'kishin 2 lekë në xhep të bëhen la nouvelle bourgeoisie, siç thuhet frëngjisht, ose borgjezia e re, dhe mendojnë se tani kanë bërë ca para, kanë ardhur në një pikë kontrollojnë çdo lloj mekanizmi me anë të bizantinizmave të tyre dhe mendojnë se janë bërë borgjezia e re, por në fakt sa më shumë kalon koha, aq më shumë e shohin që dhe të huajt dhe ata që janë realisht borgjezia e madhe në këtë sistem kapitalist botror, i sheh këta si njerëz të cilët duhen kur takohen duhen mbyllur hundët me nga një kapse rrobash. Dhe pra, edhe pse janë bërë pasanik, edhe pse kanë vënë shumë pasuri, edhe pse mendojnë se i kanë futur shqiptarëve të dyja këmbët në një këpucë, nuk e kanë zgjidhur problemin që kanë me veten e tyre, dhe duke mos e pas zgjidhur këtë problem që kanë me veten e tyre, poshtërsia e tyre nuk ka fund dhe nuk ka limit. Zoti Roj, së fundmi Edi Rama ju shpërndau deputetëve të Partisë Socialiste nga një dokument të titulluar Besa. Në këtë rast, a mund t'i zgjedh Besë Edi Ramës në gjithçka që ka bërë në 13 vite? Shikoni se Edi Rama ka një histori që e ka shkruar dhe vetë dikur shumë të larmishme, me meshkuj dhe me femra, ndoshta Besa ka qenë një nga shoqet e tij të vjetra, nuk e di se si funksionon ajo punë, sepse ai, siç thash, historinë ka pasur fort të larmishme nga të gjitha llojet e eksperiencave. Por është një përpjekje qesharake, unë do ta shihja në një përgjigje serioze. Edi Rama i përgjigjet argumentit tim dhe të kolegëve të mi që i themi që këtu ku ka ardhur puna me këto lloj sjelljesh të Parisë së Tiranës, ka një grimcim të skajshëm dhe po shkojmë drejt luftës civile, gjë që ai e di, se nuk është budalla. As ai, as Sali Berisha, as ata që janë burg, asnjëri prej tyre nuk janë budallë, ata e kanë ditur boll mirë se ç'kanë bërë,
edhe ata që luajnë fiet nga mbrapa perdes, edhe ata e dinë mirë se ç'kan bërë, janë fort të ndërgjegjshëm. Kjo çështja e besës, për t'ju kthyer pyetjes tuaj të drejtë për drejtë, është një tallje e madhe me shqiptarët, është një tentativë për të thënë që jo, se prit se unë e dua veriun, ndërkohë që vetëm një statistikë që nxori një profesor, një miku im, drejtues policie ka 55 nga Tepelena dhe asnjë nga Shkodra, që është një rastësi që ndodh shpesh e më shpesh këto kohë. Pra, ndasitë të cilat këta i kanë kultivuar, nuk kanë ndasi reale në popullin shqiptar, se shqiptarët merren vesh me njëri tjetrin. Këta i kanë kultivuar. Këta ju kanë thënë shqiptarëve që shiko, ka shqiptar nga jugu, cilët janë të mirë për të qenë në krye të shtetit, dhe ka shqiptar nga veriu që janë malok dhe nuk bëjnë për këtë punë, se nuk dinë të flasin. Dhe halli i tyre nuk janë shqiptar të veriut, sepse ata i kanë darë në fetë ndryshme, luftë fetare, luftë klanësh, gjaksira, e të tjera, por problemi i tyre është që në Kosovë ka një nën shtresë shumë të madhe kombëtarizmi shqiptar, dhe unë kam shprehur që nga libri im që Kosova është përdite më shumë djepi ose themi boshti i shqiptarisë, ka lëvizur nga Tirana dhe ka shkuar drejt Prishtinë Shkupit, Prishtinë Tetovës, quheni Sidoni. Pra, këta kanë frikë nga Kosova, prandaj i kundërvihen veriut, këta kanë frikë nga bashkimi i shqiptarëve, prandaj fusin agjenda fetare dhe sektare në mes. Këta kanë frikë nga reagimi i shqiptarëve, prandaj shesin Shqipërinë copa-copa. Këta kanë frikë nga reagimi i shqiptarëve, prandaj dhe këta sillen në mënyrë si sillen, si njerëzit më të pabesë mundshëm. Kur këta lloj njerëzish, të cilët kanë 36 vjet që kanë skllavruar shqiptarët, flasin për besë, edhe për mekanizma shekullor të shqiptarëve që kërkojnë besim, e vetmja gjë që mund të bëjmë është t'ju qeshim në fytyrë dhe t'ju themi po, shumë shaka e bukur, po provoj një herë tjetër se nuk të ecën kjo. Nuk ecën këtë herë kungullin ujë. Këtë herë shqiptarët duhet të shprehin haptasi revoltën e tyre qytetare, të ketë një rebelim qytetar ndaj skllavërimit, sepse le ta themi haptazi dhe shkoqur. Ky është shansi i fundit për këtë brez të rinisë shqiptare, sepse nëse ky shans humbet, për disa breza shqiptarët do të duhet të jetojnë si sklever dhe do të ketë procese të lahtarshme të zëvendësimit të shqiptarëve, procese të lahtarshme të skllavërimit të mëtejshëm, të asaj dorë zezë që thash, e cila do hyj thellë më thellë dhe nuk do të kenë më mundësi të reagojnë. Pra, ndaj them që ky është shansi i fundit. Duke qenë të shansi i fundit, cila është mënyra, instrumenti dhe strategjia për ta rrëzuar një herë mirë Edi Ramën, duke qenë se ai nuk po shkulet nga kryeministria? Pavarësisht se unë u bën disa kohë edhe në proteste, thash, dhe në gjitha shkrimet dhe videot e mia e them këtë vazhdimisht, të gjithë njerëzit nuk arrin të dalin dot për te faktit që të rrëzojmë Edi Ramën. Rrëzimi i Edi Ramës në vetvete është një fitore e vogël. Hiqet një njeri që është bërë i urryeshëm për njerëzit, por nuk ndryshon gjendja tërësore, në qoftë se paria e Tiranës e zëvendëson Edi Ramën me një tjetër nga legendat e shumt të cilët i kanë shërbyer atij deri më sot dhe që sot kanë filluar të dalin kundër. Pra, shqiptarët duhet ta kuptojnë këtë, që nëse nuk rrëzohet sistemi, kanë bërë një vërr në ujë, thonë nga jugu i Shqipërisë. Pra, me heqjen e Edi Ramës dhe që Edi Rama të mbaj privilegje, të mbaj pasurit, shkoj të bëhet piktor në Pigalle, sa atje ka qefin ai, bëhet piktor dhe të bëhet sikur është pjesëtar i bërgjëzisë ndërkombëtare, duke shitur piktura që ja blejnë këta biznesmenët kriminal tanët që kemi ne. Kjo nuk është zgjidhje. Zgjidhja për shqiptarët është që jo vetëm të bjerë Edi Rama, po të ndryshoj sistemi dhe të gjithë ata që i kanë futur duart në xhepat e shqiptarëve që po vazhdojnë të fusin që do t'ju marrin më keq. Të gjithë ata që kanë shkelur mbi gjak shqiptarësh, të gjithë ata që kanë shqiptarizuar vendin, të gjithë ata që kanë rrënuar ekonominë, arsimin, gjitha llojet e sistemeve të shtetit, të gjithë ata që shqiptarët sot e kësaj dite i shohin si sklever, të ndëshkohen. Jo të ndëshkohen fizikisht, dhe nuk ka nevojë për sadizëm,
por të ndëshkohen nga pikpamja e rikthimit, e marrjes të gjithë pasurive të tyre, që mos gëzojnë pasuritë e vjedhura, që i kanë marrë bukën djemve dhe vajzave shqiptar që i kanë degdisur jashtë Shqipërie. Pra, vetmja zgjidhje është kjo zgjidhje, që të mos t'i gëzojnë këta atë pasurinë e paligjshme, atë pasurinë e vjedhur që kanë vënë, dhe të krijohet një sistem i ri, ku po ne shqiptarët, se nuk do të ndryshojë Shqipëria, nuk do të jetë Shqipëri e re, kjo është Shqipëria. Po ne shqiptarët të sillemi ndryshe. Po ne shqiptarët me njëri tjetrin të mos jemi më ujq, po të jemi ta shohim njëri tjetrin si vëllezër. Po ne shqiptarët të bëjmë një shtet komb normal, siç e kanë bërë shtetet e tjera. More ka bërë Slovenia, po aq i vogël sa ne është. Sigurisht me ndikime të tjera, me mbështetje të tjera, po është e realizueshme. Ndaj dhe zgjidhja për ne është pikërisht kjo. Përndryshe, nëse nuk shkojmë drejt shtet kombit tani, ajo që na pret, se shikoni njerëzit thonë që u tha kjo punë dhe do ndodhi nesër. Nuk ka nevojë të ndodhi nesër kjo rrëshqitja në luftë civile, mund të ndodhi mbas një muaji, mund të ndodhi mbas 2 vjetësh. Por rruga është e pandalshme. Nuk ka rrugë tjetër, nuk ka zgjidhje tjetër. Legitimiteti i qeverisë ka rënë, legitimiteti i Parisë ka rënë, dhe ata nuk kanë më zgjidhje, dhe ata vetë e dinë që nuk kanë më zgjidhje, dhe janë tani duke u përpjekur të gjejnë zgjidhje andej këtej, pa sukses, nuk kanë për të pasur sukses, ndaj dhe dy janë zgjedhjet, shtet kombi ose lufta civile, që është një proces jashtëzakonisht i tmerrshëm dhe i padëshirueshëm për gjithë ata që i thonë vetes shqiptar. Zoti Roy, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit ju, kënaqësi. Të dashur shikues, bashkë dëshimin në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.